Që të gjithë keni marrë rendin e ditës me pikat përkatëse, andaj pa humbur kohë, po kalojmë tek pika e parë, që është aprovimi i proceduraleve dhe transkripteve nga dy mbledhjet, nga mbledhjet 8 dhe 9 të Qeverisë së Republikës Kosovës. Këto janë shpërndarë në mbledhjen e 12 të datës 21 maj. Andaj nëse nuk ka dikush ndonjë vrejtje, ju ftoj për miratim. Kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet dhe pika e 2 të rendit të ditës është shqyrtimi i propozim vendimit me të cilën Qeveria e Republikës Kosovës në pajtim me përfundimin e Kuvendit të Republikës Kosovës numër 08 viz P viz 16 të datës 17 maj 2021 jep mendim lidhur me nismën legjislative për projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit numër 05 TYP-L viz 132 për automjete. Në këtë mbledhje të qeverisë parajush paraqes mendimin e Qeverisë së Republikës Kosovës lidhur me nismën legjislative të Kuvendit të Republikës Kosovës për projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit numër 05 TYP-L viz 132 për automjete. Kuvendi i Republikës Kosovës me datë 17 maj 2021 ka nxjerrë përfundim me numër protokolli numër 08 viz P viz 016 me të cilin ka kërkuar nga Qeveria e Republikës Kosovës dhënien e mendimit ligjor lidhur pra me nismën legjislative për projekt ligjin për ndryshim dhe plotësim të ligjit për automjete. Duke u mbështetur në ligjin numër 04 TYP-L viz 025 për nisma ligjore, rregulloren e punës së kuvendit, rregulloren numër 13 TYP-2013 për shërbimin ligjor qeveritar, si dhe duke u bazuar në rregulloren numër 02 TYP-2021 për fushat e përgjegjësisë administrative zyrës së kryeministrit dhe të ministrive, e duke pas parasysh edhe përmbajtjen e projektligjit të lartcekur, sipas fushës së përgjegjësisë së tyre, me datë 19 maj 2021, zyra e kryeministrit i është drejtuar me kërkesë për opinione Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve, si dhe Divizionit të së Drejtës së Bashkimit Evropian në zyrën e kryeministrit. Në rrjedhë të kësaj, sipas procedurave përkatëse, të gjitha ministritë e lartcekura kanë përcjellur opinionet dhe deklaratat e tyre sipas fushëveprimit përkatës së tyre, me të cilën është konstatuar si në vijim. Mendimi i Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës. Ministria e përkrah propozimin e deputetëve të Republikës Kosovës dhe konsideron se ka për qëllim realizimin efektiv të autoritetit publik në shërbim të interesit publik. Opinionin e Departamentit të Buxhetit të Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve. Projekt ligje për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit numër 05 TYP-L viz 132 për automjete, nga aspekti ndikimit buxhetor, nuk do të ketë kosto shtesë buxhetore për buxhetin e Republikës Kosovës, duke nënkuptuar se të gjitha aktivitetet të cilët dalin nga ky projekt ligj do të zbatohen nga ndarjet buxhetore të parapara në Departamentin e Automjeteve që funksiononin në kuadër të Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës për vitet 2012-2013. Opinionin e përputhshmërisë me aki të BE-s, dispozitat e projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit 05 TYP-L viz 132 për automjete, nuk janë të rregulluara në mënyrë strikte me legjislacionin e BE-s. Nisur nga shpjegimet e lartcekura, propozoj parajush që të miratoni mendimin e Qeverisë së Republikës Kosovës për nismën legjislative të Kuvendit të Republikës Kosovës për projektligjin për ndryshim dhe plotësim të ligjit për automjete. A e don dikush nga ministrat fjalën? Ose zëvendës kryeministrat? Po, më falni, një korrigjim tek opinioni i Departamentit të Buxhetit të Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve. Të gjitha aktivitetet të cilat dalin nga ky projekt ligj do të zbatohen nga ndarjet buxhetore të parapara për Departamentin e Automjeteve që funksionin në kuadër të Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës për vitet 2021-2023.
Nëse nuk e don fjalën dikush, ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e tretë është shqyrtimi i propozim vendimit për themelimin e grupit punues ndërinstitucional për rishikimin e strategjisë së sigurisë së Republikës Kosovës 2021-2030. Në këtë mbledhje të qeverisë propozojmë të themelohet grupi punues ndërinstitucional për rishikimin e strategjisë së sigurisë së Republikës Kosovës 2021-2030. Grupin punues kryeson këshilltari për siguri i kryeministit të Republikës Kosovës dhe përbëhet nga 20 përfaqësues të institucioneve relevante. Në këtë grup ftohen edhe përfaqësues nga Presidenca e Republikës Kosovës, si dhe nga Komisioni për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes në Kuvendin e Kosovës. Në cilësinë e vëzhguesve dhe ekspertëve mund të ftohen organizatat jo qeveritare, organizatat ndërkombëtare dhe ambasadat e huaja që veprojnë në Kosovë, si dhe ekspertë të tjerë vendorë dhe ndërkombëtarë. Sipas nevojave të punës dhe për realizimin e obligimeve të parapara me këtë vendim, kryesuesi i grupit punues mund të ftojë ekspertë dhe përfaqësues të tjerë. Përgjegjës për mbështetjen administrative dhe koordinimin e procesit të hartimit të strategjisë së sigurisë së Republikës Kosovës është sekretariati i Këshillit të Sigurisë së Kosovës. Obligohet grupi punues që të rishikojë strategjinë e lartcekur në pajtim me udhëzimin administrativ për planifikimin dhe hartimin e dokumenteve strategjike dhe planeve të veprimit. Afati i rishikimit të strategjisë së sigurisë së Republikës Kosovës është 2 javë nga ditja e hyrjes në fuqi vendimit. Për më tepër ju e keni edhe materialin. A e don fjalën dikush për diskutim? Mirë, atëherë kush është për, ju ftoj për miratim. Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka. Pika e 4 e rendit të ditës për mbledhjen e sotme është shqyrtimi i propozim vendimit për masat e përgjithshme dhe të veçanta për kontrollin, parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19. Me këtë rast të ftoj Ministrin e Shëndetësisë, zotëri Arben Vitin, që ta merr fjalën. Ju faleminderit kryeministër, i nderuar Zavendës kryeministër Bislimi, Gërvalla dhe Rexhepi, të nderuar ministra. Sipas raportit të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, situata epidemiologjike me COVID-19 në Kosovë paraqitet e qëndrueshme me vazhdimin e uljes së numrit të rasteve pozitive. Ulja e rasteve pozitive për 2 javët e fundit, krahasuar me 2 javët paraprake, shënon një rënje prej 67.08%. Në një situatë të tillë, duke ju referuar të dhënave aktuale mbi situatën epidemiologjike dhe rekomandimeve të institutit, qeveria cakton masa më të lehtësuara që të mundsojnë një aktivitet të shtuar ekonomik, por njëkohësisht synojnë edhe kontrollin e përhapjes së infeksionit. Ministria e Shëndetësisë ka bashkënduar vendimarrit me palët e interesit, të cilat kanë qenë të ndikuara drejt për drejt apo tërthorazi nga pandemia. Qeveria vëren se këto palë kanë ushtruar të drejtën e tyre për ndikim demokratik në vendimarrje në përputhje me nenin 45.3 të Kushtetutës. Lehtësimi i masave është bërë duke u kushtuar rëndësi 3 objektivave. E para, parandalimi i përhapjes së infeksionit me COVID-19, moscenimi i aktiviteteve ekonomike por duke pasur prioritet ruajtjen e jetës dhe shëndetit të popullatës dhe ruajtjen e shëndetit mendor dhe fizik të qytetarëve. Në vijat të përgjithshme, pa dashur që t'ju marr kohë në leximin e gjithë këtij propozim vendimi, masat kryesore me impakt më të madh do të jenë si në vim. Kufizimi i orarit të qarkullimit do të hiqet. Megjithatë, nga ora 00 deri në orën 5 nuk lejohet grumbullimi i më shumë se 10 personave, qoftë në ambiente të hapura, qoftë në ambiente të tjera, përveç ambienteve me anëtarët e familjes. Zgjatjen e orarit të punës për shërbimet e gastronomisë do të jetë deri në orën 23. Lejimin e lëvizjes pa maska të qytetarëve gjatë ecës kur ata janë vetë dhe në ambiente të jashtme. Lejimin e hyrjes në Kosovë të personave me një rezultat pozitiv të testit të antitrupave serologjik IgG të lëshuar më së shumti 30 ditë para mbërritjes, kthimin e stafit esencial në punë, rritjen e numrit të publikut në 50% në teatro, kinema, muze, galeri dhe të ngjashme.
Masat e përcaktuara në këtë vendim, si dhe afatet kohore, shërben që situata epidemiologjike të mbahet nën kontroll dhe përkundër të dhënave optimiste epidemiologjike në raport me infeksionin COVID-19. Heqja pjesërishtme e kufizimeve po bëhet me përgjegjësi dhe me përgatitjet e nevojshme për përballjen me një situatë eventuale të rritjes së numrit të infeksioneve, andaj ndryshimi i situatës epidemiologjike rrjedhimisht kërkon vendime dhe masa të reja konform situatës së re. Këto masa do të hyjnë në fuqi nga dita e hënë datë 31 maj 2021. Prandaj, në bazë të rekomandimeve të dhëna, atë çka u tha më tepër, rekomandimet nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës, Ministritë e Linjës, palët e interesit dhe ekspertët përkatës, kërkoj nga ju që të votoni pro këtij propozim vendimi. Ju faleminderit. Faleminderit Ministër Vitia. Atëherë ju ftoj për diskutim, për heqjen përkatësisht zavendësimin e masave në kuadër të luftimit të pandemisë COVID-19. A do dikush fjalën prej ministrave ose zëvendës kryeministrave? Atëherë ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Kalojmë në pikën e 5, shqyrtimi i propozimit vendimit për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës numër 04/08 të datës 21 prill 2021. Fjalën e ka Ministrja e Drejtësisë zonja Albulena Xhiu. Nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, të nderuar ministrat kabinetit qeveritar. Paraqes para jush për shqyrtim dhe aprovim propozim vendimin për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës numër 04/08 të datës 21/4/2021, me cilin është aprovuar propozimi i Ministrisë Drejtësisë për procedimin në Kuvendin e Kosovës, emrimi i anëtarëve të Komisionit për provim të jurisprudencës. Si ministri kemi synuar që në këtë komision të ketë gjithë përfshirje. Kësaj edhe në Komisionin për provimin e jurisprudencës kemi propozuar edhe një avokat pas konsultimit që kemi pasur me Odën. Dhe në këtë drejtim, në anën tjetër, kemi kërkuar edhe opinion nga Agjencioni kundër korrupsionit në qoftë se pjesëmarrja e avokatit në këtë komision është konflikt interesi. Para pak ditësh ne kemi marrë një opinion nga Agjencioni kundër korrupsionit me cilën jemi njoftuar që nuk përbën konflikt interesi, mirë po avokati brenda periudhës ashtë në Komision të Provimit Jurisprudencës duhet pezulloj detyrën si avokat. Dhe në këtë drejtim kjo kërkesë nuk është pranuar nga avokati dhe ne kemi bërë zëvendësimin e një avokati me një gjyqtar. Andaj me qëllim të kompletimit të komisionit, propozoj që të ndryshohet pika 1.4 vendimi i Qeverisë Republikës Kosovës numër 04/08 i datës 21/04/2021, ashtu që zoti Bajram Iftari gjyqtar emërohet zëvendës anëtar për lëndën e drejta kushtetuese, organizimi i sistemit gjyqësor të Kosovës, bazat e sistemit të Bashkimit Evropian dhe të drejtat e njeriut në vend të zotit Hajrip Krasniqi. Ky vendim është pjesë përbërëse e vendimit të Qeverisë Republikës Kosovës dhe i njëjti plus që t'i përcillet kuvendit pasi ta marr mbështetjen nga ne si kabinet qeveritar. Faleminderit. Faleminderit Ministra Xhiu. A dëm fjalën dikush për diskutim? Atëherë ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 6 rendit ditës. E ftoj Ministrin e Financave, Punës dhe Transfereve, zotëria Kuran Muratën, që ta marrë fjalën për shqyrtimin e propozim vendimit për autorizimin e tij për transfer të mjeteve deri në 40.000 euro nga programi shpenzimet e paparashikuara. Faleminderit i nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, të nderuar kolegë. Kjo është një praktik që bëhet për të lehtësuar mundësinë e intervenimeve në raste të paraqitjes së nevojave emergjente dhe të paparashikuara, ku propozohet autorizimi për Ministrin e Financave, Punës dhe Transfereve
deri në shumën 40.000 euro, e cila mund të shfrytëzohet vetëm deri në vlerë kumulative që përbën 20% shpenzimeve të autorizuara nga ligji i buxhetit mbi ndarjet buxhetore për vitin fiskal 2021-2015 për shpenzimet e paparashikuara dhe rezervat. Përderisa qëllimi është që të mos kemi nevojë për shfrytëzim të mjeteve me autorizimin e propozuar para jush sot, ne megjithatë duhet të përgatitemi dhe të jemi të gatshëm që të reagojmë konform situatave që mund të ndodhin me fleksibilitetin e nevojshëm që është i njohur edhe në praktikat ndërkombëtare. Andaj ju ftoj që të aprovoni këtë vendim për autorizim. Faleminderit. Faleminderit, Ministër Murati. A e do ndikush fjalën për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka. Konstatojmë që miratohet pika 7 e rendit të ditës është shqyrtimi i propozimit vendimit për themelimin e Komisionit Ministror për ndërmarrjet publike. E ftoj Ministrën e Ekonomisë, zonjën Artane Rizvanolli, që ta marrë fjalën. Faleminderit. Nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministre dhe zëvendës kryeministër, të nderuar ministra. Komisioni i Ministrave për ndërmarrje publike themelohet mbështetur në nenin 5.1 të ligjit numër 03 thyje për L-viz 087 për ndërmarrjet publike dhe ligjit numër 04 thyje për L-viz 111 për plotësim ndryshimet e ligjit të këtij ligji për ndërmarrjet publike. Mandati i këtij komisioni është përgatitja e debatit në qeveri për ndërmarrjet publike dhe ky komision i zgjedhur i ministrave do të paraqesë propozimet ose vërejtjet mbi çështjet që kanë të bëjnë me ndërmarrjet publike në qeveri. Përbërja e këtij komisionit ministrave përcaktohet me ligj dhe në bazë të këtij ligji propozohet një përbërje e tillë. Ministra e Ekonomisë, kryesuese e komisionit, Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve, antar, Ministri i Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, antar, Ministra e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, antare dhe Ministri i Zhvillimit Rajonal, antar. Faleminderit. Faleminderit, Ministrja Rizvanolli. A do dikush fjalën për diskutim, para se ta miratojmë këtë komision të ministrave për ndërmarrjet publike? Atëherë, kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim nuk ka. Konstatojmë që miratohet. Pika e 8 të rendit të ditës është shqyrtimi i draftit të strategjisë për menaxhimin e integruar të mbeturinave në Kosovë 2021-2030 dhe planit veprimit 2021-2023. E ftoj Ministrin e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, zotëri Libor Naliun, që ta marrë fjalën. Faleminderit shumë, i nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, të nderuar kolegë ministra. Në vazhdon e ndërtimit të infrastrukturës ligjore në përputhshmëri me nenin 8 dhe 9 të ligjit numër 04L 060 për mbeturina, i cili transpozon rregullat evropiane për menaxhimin e mbeturinave dhe siguron një kornizë gjithëpërfshirëse për zhvillimin e sektorit të menaxhimit të mbeturinave, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës ka marrë iniciativën për shikimin e strategjisë 2013-2022 për menaxhimin e mbeturinave dhe të hartojë një dokument planifikues në përputhje me rrethonat aktuale. Strategjia 2021-2030 dhe plani veprimi 2021-2023 për menaxhimin e integruar të mbeturinave në Kosovë është dokument themelor për planifikimin dhe zhvillimin e qëndrueshëm dhe promovimin e vlerave dhe praktikave të një ekonomie qarkore në shkallë vendi ku synohet të arrijë zhvillimi integruar dhe i qëndrueshëm, i cili është i nevojshëm për shëndetin publik, zhvillimin social dhe ekonomik të vendit. Ky dokument strategjik referohet praktikave të Shteteve të Bashkimit Evropian në drejtim të përmbushjes së detyrimeve në procesin e integrimeve evropiane, respektivisht direktivës kornizë për mbeturina EC 2008/09 dhe pjesërisht ndryshimet në këtë direktivë si dhe obligimeve të parapara në PKZ-MSA kapitull 27 mjediset dhe ndryshimet klimatike në kuadër të kornizës së politikave pika 3.27.10 përmirësimi i sistemit të menaxhimit të mbeturinave në Kosovë. Përmes zbatimit të masave që parashikohen në këtë strategji, do të trajtohen obligimet e Kosovës që burojnë nga marrëveshja stabilizim asocimit MSA-ja dhe politikat sektoriale në fushën e menaxhimit të mbeturinave të paraparta me ato të BE-s, duke përshpejtuar procesin e integrimit evropian si dhe zbatimin e masave që parashihen
në programin e punës së qeverisë. Në pikën A8.6.2, në avancimin e ruajtjes dhe mbrojtjes së ambientit, pra tek tabela prioritete strategjike të qeverisë. Hartimi i strategjisë dhe planit strategjia 2021-2030 dhe plani i veprimit 2021-2023 për menaxhimin integruar të mbeturinave në Kosovë është hartuar në bazë të rregullave të përcaktuara me rregullorin e punës së qeverisë së Kosovës. Gjatë përgatitjes së strategjisë dhe planit të veprimit për menaxhim të integruar të mbeturinave në Kosovë janë marrë në konsiderat rekomandimet dhe sugjerimet e ekspertëve vendor dhe ndërkombëtar. Vizioni i kësaj strategjie është të mbrojë shëndeti publik dhe të zvogëlohet ndikimi i mbeturinave në midis, në të njëjtën kohë gjithashtohen mundësitë për biznes dhe punësim dhe tranzicion të drejtë në një ekonomie qarkore të harmonizuar me norma dhe standardet evropiane. Me këtë strategji janë planifikuar ngritja e objektivave infrastrukturore si deponitë e mbeturinave komunale, stacione transferuese të mbeturinave, qendrat për grumbullimin dhe trajtimin e mbeturinave nga objektet ndërtimore gjatë ndërtimit dhe demolimit, magazinat për mbeturinat e rrezikshme e tjerë. Kostoja financiare për implementim të strategjisë është vlerësuar të jetë 105.146.665 euro dhe planifikohet që realizimi i objektiveve strategjike të arrihet përmes planit të veprimit dhe investimeve nga buxheti i Kosovës, ashtu edhe nga grantet dhe donatorët. Prandaj, kërkoj që strategjia 2021-2030 dhe plani i veprimit 2021-2023 për menaxhimin e integruar të mbeturinave të miratohen. Ju faleminderit. Faleminderit Ministra Aliu. A do fjalën dikush prej zëvendës kryeministra ose ministra? Nëse jo, atëherë ju ftoj për miratim të draftit të strategjisë për menaxhimin e integruar të mbeturinave në Kosovë 2021-2030. Kush është për? Faleminderit. Kundër s'ka, abstenim s'ka. Leonid theksoj gjithashtu se përveç se kemi draftin e strategjisë që miratojmë, është edhe plani i veprimit 2021-2023, siç e tha edhe Ministri Aliu. Pika e 9 është shqyrtimi i raportit mbi nivelin e ekzekutimit të projekteve të huamarrjes ndërkombëtare. Ftoj sërish Ministrin e Financave, Punës dhe Transfereve, zotëria Kuran Muratën, që ta marrë fjalën. Faleminderit, i nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, të nderuar ministra. Në bazë të rregullores për administrimin e fondeve të huamarrjes të nxjerrë nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, gjitha organizatat buxhetore dhe institucione tjera publike të cilat zbatojnë projektet financuara përmes huamarrjes ndërkombëtare, raportojnë në baza 3 mujore mbi nivelin e ekzekutimit të këtyre projekteve. Raportimi është i koncentruar në sfidat me cilat ato projekte po përballen gjatë ekzekutimit, si dhe veprimet cilat po ndërmerren për adresimin e tyre. Gjithashtu, bazuar në planin e veprimit sipas rekomandimeve të Zyrës Kombëtare të Auditimit të aprovuar nga Qeveria e Kosovës, Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve raporton para qeverisë për inputin e pranuar nga organizatat buxhetore zbatuese në lidhje me sfidat e raportuara për informim dhe shqyrtim nga kabineti qeveritar me qëllim të adresimit të atyre sfidave dhe dinamizimit të zbatimit të projekteve. Në këtë raport gjendet shpalosura sfidat e raportuara nga këto organizata për projektet cilat kanë pasur më së shumti vështirësi në procesin e zbatimit, e të cilat janë financuar përmes huamarrjes ndërkombëtare. Ne si ministri, po ashtu kemi lutje për ministritë e linjës që të kenë kontribut të shtuar dhe zotim për zbatim më dinamik dhe efikas të projekteve, ndërsa nga ministra dhe sekretarët që t'i përcjellin përsa afërmi zbatimin e projekteve që financohen me huamarrje, pavarësisht nëse për këto projekte ekzistojnë struktura të caktuara për zbatimin e tyre. Përgjithësia megjithatë dhe llogaridhënia mbetet tek titullarët e institucioneve. Në fund duhet të nënvizoj se fondet përkatëse janë të natyrës së huamarrjes, pra për cilat përveç që duhet të kthehen mjetet, për to rrjedh edhe interes dhe bartin edhe kosto për mos shfrytëzimin e tyre në kohë. Pra, zbatimi jo efektiv i projekteve, po ashtu ka ndikim negativ edhe për ekonominë e vendit nëse nuk shkon me dinamikën e planifikuar. Prandaj rekomandoj aprovimin nga kabineti qeveritar të këtij raporti, i cili po ashtu obligon që secili dikaster qeveritar të angazhohet për ndërmarrjen e masave dhe adresimin e këtyre sfidave
që të mundsohet zbatim më i mirë i projekteve me rezultate konkrete deri në raportin e radhës. Ju faleminderit. Faleminderit Ministri Murati. A do dikush fjalën për këtë pikë? Nëse jo, atëherë ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Për fund të këtë ndryshme, e kemi një lajm të mirë se përsa janë përmbyllur në mënyrë të suksesshme negociatat për ardhin e vaksinave në Kosovë, me që rast ne kemi blerë vaksina nga prodhuesi Pfizer dhe tash duke ju falendruar kësaj, ne do të mund të bëjmë vaksinimin edhe përtej grupeve me prioritet dhe të shkojmë në mënyrë të sigurt drejt zotimit tonë që në këtë vit të përmbyllim me sukses imunizimin e popullsisë, përkatësisht vaksinimin e 60% të qytetarëve të vendit tonë. Andaj, unë me këtë rast në emër gjithë juve përgëzoj ekipin e Ministrisë së Shëndetësisë që ka negociuar edhe e ka përmbyllur me sukses këtë marrëveshje, hollësitë e secilës do të jipen më vonë. Faleminderit gjithëve, mirupafshim në mbledhjet tjera.